Në vitin 2018, Bashkia e Tiranës do të detyronte të gjithë ndërtuesit që dhera dhe inertet që dalin nga gropat e pallateve të reja që do të ndërtohen, të depozitoheshin në inceneratorin inekzistent të Tiranës. Asoko administroi nga koncesionari Integrated Energy, me pronarët tashmë të shpallur në kërkim, Klodian Zoto dhe Mirel Mërtiri. Marrëveshja me koncesionarin do të nënshkruhej nga Bashkia e Tiranës, ndërsa për zbatimin e saj do të angazhojë Policia Bashkiake, Drejtoria e Punëve Publike dhe Inspektorati Shtetëror i Mjedisit, Pyjeve, Ujrave dhe Turizmit Tiranë. Sipas kësaj marrëveshjeje, që asnjëherë nuk u bë transparente dhe madje në shkelje të ligjit nuk u kalua as në Këshillin Bashkiak, ndërtuesit ishin të detyruar të bënin një marrëveshje me inceneratorin inekzistent të Tiranës, ose në të kundërt nuk do të pajiseshin me leje ndërtimi. Ajo që u mësua ishte se ndërtuesit do të detyroheshin t'i paguanin inceneratorit inekzistent nga 5 deri në 10 euro për metër kub, në varësi të klasifikimit të mbetjeve. Dhe për këtë, Bashkia u kujdes që të vinte në dispozicion strukturën e saj administrative dhe të bënte të mundur që të gjitha parat të shkonin te Klodian Zoto dhe Mirel Mërtiri. Dhe jo pak, por kemi të bëjmë me një aferë që shkon deri në 60 milion euro. Por pasi skandali plasi dhe prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar do ta vendoste inceneratorin inekzistent të Tiranës në sekuestro për korrupsion, gjëra ndryshuan. Administrimi do të kalonte në duart të Agjencisë së Administrimit të Pasurive të sekuestruara dhe konfiskuara, e cila do të gjente në arkën e inceneratorit inekzistent të Tiranës, vetëm 40.000 euro. Por kjo është çështje tjetër. Pyetja është se çfarë do të bëhej me dherat e gropave të hapura cep më cep Tiranës me një bum ndërtimesh të panjohur më përpara. Sepse pasi Agjencia e Administrimit të Pasurive të sekuestruara dhe konfiskuara do të merrte në administrim inceneratorin inekzistent të Tiranës, ndërtuesit që më herët ishin të detyruar t'i depozitonin dherat në landfill, do të detyroheshin të kërkonin forma të tjera. As pak të lishme, ose thënë më qartë, hill ku të mundesh, duke shkaktuar një masakër mjedisore që konsumohet çdo ditë e çdo natë përpara syve të qytetarëve. Jemi në Zallher, shumë pak kilometra nga qendra e Tiranës, aty ku kulla dhe luksi nuk e fshehin dot masakrën mjedisore që po shkaktohet. Ditë dhe natë pa ndërprerje, 10 kamion të ngarkuar me inerte nga gropat e pallateve dhe komplekseve të reja që ndërtohen në Tiranë depozitohen këtu. Në shkelje të plotë të ligjit dhe pa u penguar nga askush. Për t'u siguruar mbi vërtetësinë e sa tha më sipër, na u tesh një vëzhgim disa ditor, duke parë nga afër atë që po i shkaktohet mjedisit. Dhera dhe inertet sillen këtu me kamiona dhe depozitohen pra një fushe, duke shkatëruar jo vetëm tokën bujqësore, por dhe shtratin e lumit, i cili nuk është kursyer as pak nga kjo masakër. Madje një pjesë e tij është dorruar në porrua për shkak të ngushtimit nga dherat. Për të kuptuar ndryshimin, mjafton të shohim këto pamje të marra nga Google Earth pak vite më parë, të cilat dëshmojnë qartë se çfarë ka bërë dora e njerëzit në kaq pak kohë. E nëse mendoni se kjo masakër mjedisore nis dhe mbyllet në Zallher, e keni gabim, sepse fatkeqësisht ka akoma. Në Tufin, pak kilometra larg bazës së parë, është krijuar një tjetër vend depozitimi ilegal, ku mijëra metër kub inerte shkarkohen çdo ditë. Fare ngjitur me varrezat, 10 kamion shkarkojnë të pashqetësuar nga askush dhe largohen qetësisht. Vijoj më tej tek Muraga, një zonë pak kilometra larg qendrës, në të cilën kamionet me dhera dhe inerte bën një vajtjeardhje thuajse të pandërprer. Nga pamjet shihet qartë sasia shumë e madhe e materialit të shkarkuar, edhe këtu, në shkelje të ligjit. E njëjta situatë është dhe në Mëzez, një zonë që pas ndërtimit të Unazës së Re ka marrë një hovë zhvillimi, me pallate dhe komplekse të reja, që pas fasadave të bukura fshehin shëmtin që ka shkaktuar dora e njeriut. Grumbuj të mëdha inertesh që shtohen çdo ditë fare pranë komplekseve të banimit. Keni marrë informacione që hidhen inerte? Ja. Pa leje? Ja, pra, kjo është Policia Bashkiake, e cila vjen, verifikon që këtu hidhen inerte pa leje dhe në vend që të përgjigjet dhe thoj se çfarë masash po merr, largohet. Madje edhe rrezik duke na shtyp dhe na hedh në liçen. Në Baldush, inertet janë hedhur direkt në shtratin e lumit Erzen, duke devijuar rrjedhën normale të tij, por edhe duke shkaktuar një dëm ekologjik për të gjithë zonën përreth. Ndërkohë, situata nuk është as pak më e mirë në Sharr, ndoshta edhe për shkak të distancës. Atje shkarkohen dherat e nxjerra nga gropat e pallateve që pritet të ndërtohen në zonën pranë digës së liçenit artificial. Por le ta bëjmë të qartë, nuk bëhet fjalë për landfillin e Sharrës që ndodhet fare pranë, por për shtratin e lumit dhe tokën bujqësore.
Për disa net, deri në orët e para të mëngjesit, kemi ndjekur kamionet që dalin nga shesh ndërtimet e kullave të reja që po ndërtohen në këtë zonë. Itinerari është i përcaktuar nga gropat e ndërtimeve drejt Sharrës, aty ku shkarkohen dhe nisen për të marrë ngarkesën e radhës. Një vajtjeardhje e vazhdueshme në zemër të kryeqytetit, duke sfiduar ligjet e shtetit, ndërsa institucionet vendore duke qartë se kanë vendosur të mbyllin të dy syt përballë kësaj masakre. Por nga vëzhgimi disa ditor që bëm, kuptuam diçka. Kjo palishmëri po bëhet tepër e koordinuar mes të gjithë aktorëve të përfshirë. Pse e themi këtë? Në çdo natë që me grupet tona të shpërndara në terren, ndoqim kamionet e firmave të ndryshme, por çudinë tonë të gjithë bashkoheshin në të njëjtën pikë të shkarkimit, duke na dhënë idenë e qartë se ka një bashkëpunim të ngushtë mes tyre. Pa autoritetet, a janë në dieni se çfarë bëhet me dherat dhe inertet që dalin nga gropat e kullave të reja. Zëri Sani, së pari urime për detyrë. Ku shkojnë dherat që nxirren nga gropat e pallateve të reja që duhen në Tiranë? Jo aty. Shihni njerëz, se s'e kuptova. Zëri Sani, ku shkojnë? Incineratori i Tiranës u ka mbyllur dherët. Ja u tregoj unë se ku dal, po të kishit mundësi që të na dëgjoni pak. Në takimin e parë, pavarësisht urimeve të përzemërta që i bëm, zonja kryetare në detyrë nuk na dha asnjë përgjigje. Prandaj vendosim ta provojmë përsëri. A ka mundësi të bëjmë bisedë qytetare? Po ja, pra qytetare për kërkoj. Të lutem, mo. Sa po ban, mo? Sa po ban? Ku po shkon? Ku po shkon? Edhe takimi i dytë nuk shkoi as pak mirë. E vetmja gjë që funksionoi në perfeksion ishte perimetri i sigurisë i përbërë nga 5 policë bashkiak, të cilët duke qartë se nuk kanë ndonjë punë të madhe për të bërë, përveç ruajtjes së derës. Sidoqoftë, e treta e vërteta. A ka sot Bashkia e Tiranës, zonja Ristani, një vend të përcaktuar për depozitimin e dherave dhe inerteve që dalin nga gropat e reja të kullave që ndërtohen? Kësaj radhe jemi të sigurt se dikush më në fund na ka dëgjuar. A do të reagojnë? Se besojmë, sidoqoftë ka edhe një tjetër institucion që mundet të ndërhyjë për t'i dhënë fund masakrës mjedisore. Prandaj u drejtuam Inspektoriatit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit. Ky inspektoriat është gjithmonë, po themi në gatishmëri 24 orë për t'ju përgjigjur dhe për të ndërhyrë, për të zgjidhur problematikat, për të parandaluar, sepse detyra funksionale e IKMT-s, e kësaj drejtorie, e këtyre sektoreve është mbikëqyrja, kontrolli për parandalimin e palishmërisë mjedisore në trajtimin e mbetjeve, qofshin ato inerte, urbane, dherash apo të llojeve të ndryshme. Se si ka mundësi, ka ndodhur një fakt i tillë që nuk është vëzhguar, mund të lidhet me shumë faktorë. Domethënë arsyetimet, besoj se kjo lloj pyetje thash, ndoshta lënë të nënkuptosh, mos ndoshta kemi veprime për të cilat ka një udhëzim për tu korruptuar apo të mollë njësi se është filane, nuk besoj dhe nuk e vë fare në dyshim. Në rastin konkret, ku kemi 6 pika të nxehta në mes të Tiranës, a ka dështuar Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes Territorit për ta parandaluar këtë? Në këto momente të jap një përgjigje dhe me ngarkua, si thosh, kolegët apo institucionin ku punoj, me një përgjegjësi të tillë më është pak e vështirë. Sepse edhe mund të ketë në kuptimin e asaj sektor apo inspektor të cilët edhe mund të kenë rrëshqitur diku. Këta inspektor që sipas Zotit Nishani kanë rrëshqitur, a nuk duhet të përgjigjen para ligjit? Hapat që do të merren do të jenë nxjerrja një urdhri urgjent nga kryeinspektori, duke paraqitur faktin e për ngritjen e grupeve në terren për verifikimin e situatës dhe nisjen e punës pikë së pari për identifikimin e shkaktarëve, e autorëve të këtyre masakrave apo krimeve mjedisore. Në bashkëpunim me institucionet, me komisariatet përkatëse, me policinë bashkiake, siç thash ndoshta dhe duke bërë kallëzime kryesisht në prokurori për të mundësuar identifikimin e autorëve. Giovanni Falcone këshillonte tuesit e tij, ndiqni parat. Të njëjtën këshill do t'i jepnim edhe ne, organeve ligjzbatuese, ndiqni kamionët. Gjithmonë nëse nuk jeni pjesë e marrëveshjes skandaloze që po shkatron Tiranën.